Aleluja, paqe të gjithëve, mirdita, vëllezër, motra, Zotit ju bekoj gjithëve, ja ku jemi prapë, sot bashkë, si gjithmonë, me këto mesazhet e radhës, edhe japim atë lavdinë Zotit, sepse çdo gjë është për hir të Zotit, që jemi këtu akoma, për forcën, mundësinë, gjithçka që na jep. Edhe lavdia i shkoft atit, Perëndis gjallë. Ne sot nuk e di pse pata në zemër këtë. Flas pak për këtë diferencën që ka midis gjakut Jezusit dhe gjakut Marias. Edhe pse do flas më shumë për gjakun e Krishtit, sepse nuk është që kemi të flas, nuk është që ka shumë për të folë për sa i përket gjakut Marias, po një farë diferencë do a shikojmë ndoshta, edhe më shumë të flasim për gjakun e Jezusit dihet, sa e na intereson, po flasim si përfundim edhe pak midis diferencës që ka. Atë që shikojmë, sepse edhe shkenca nga janë na mëson shumë gjëra, po mbi gjithë Bibla na i përcakton gjërat akoma më mirë, na i bën qarta. Edhe ne si gjithmonë si përfundim do marrim për bazë atë që Bibla na thot. Dim që nuk lexojmë herë në Bibël paktën nga goja e Jezusit, që vetë Jezusi thotë që unë linda. Jezusi nuk ka thënë kur unë linda. Kanë thënë profetët, ose kanë thënë apostujt, se mos gaboj ke hebrejt, që thotë që lindi në anë të fisit të Judës, se mos gaboj nga hebrejt 7, ku fletë për Melkisedekun, do të jetë diçka kështu. Po vetë Jezusi nuk ka thënë kur unë linda, po gjithmonë Jezusi thonte unë kam ardhur, unë erdha, nga kam ardhur dhe do iki dhe erdha. Atë që pëlqen që thotë ke hebrejt 10, unë erdha Perëndi në rrotullën e shkrimit ishte shkruar pra që unë do të vi. Edhe erdha sipas shkrimeve, pra edhe u përmbush gjithçka që bëri, pra Jezusi përmbushi shkrimet. Vuajti, u kryqëzu, u ringjall sipas shkrimeve, pra çdo gjë, pra unë erdha. Pëlqen ai thotë, Jezusi thotë unë erdha. Jezusi nuk tha një herë unë linda. Okej, ungjit e shpjegojnë mënyrën e procesit Jezusi si erdhi, pra siç e dim, erdhi një proces ringjizje dhe lindje në barkun e Marias. Okej, po do shikojmë si erdhi. Pse erdhi? Dhe ne i dim, nuk është nevoja që të dim shumë nga kjo, po më shumë do shikojmë atë fuqinë e gjakut, do shikojmë sot, ajo që është më rëndësishme, po ndaj Zotit shikojmë pak diferencë që ka midis gjakut e Jezusit dhe gjakut Marias. Edhe shumë gjëra që siç e dim janë shumë njerëz që akoma sot e thrasin Jezusin, ose akoma më mirë më themi Marias, i thonë nëna Perëndis, sikur Jezusi është akoma biri i Marias. Po do shikojmë edhe këtë që ai nuk është më biri i Marias. Ashtu si një ditë në qiell nuk do jemi më bijtë e babit apo të mamit tonë, do jemi bijtë e Perëndis. Edhe pse siç e dim Jezusi ka marrë trup lavdishëm tashmë, nuk ka më trupin e Marias, prandaj nuk mund ta thrasësh më tani Maria nëna e Perëndis apo Jezusin birin e Marias, sepse ai nuk ka trupin e Marias. Nëse do shikojmë sot shumë gjëra, shikojmë madje pash ishin shumë vargje dhe mund të kemi edhe dy pjesë, prandaj bërë edhe këtë pjesa parë. Bëjmë një lutje, japim mesazhet e frymës së Shenjtë si gjithmonë, atë na udhëheqi, sepse me të vërtet janë ca mesazhe që edhe unë kam shumë nevojë. Dihet që kemi nevojë për frymën e Shenjtë gjithmonë. Sa herë ndajmë fjalën e Zotit, duhet të jemi në vajosjen e frymës së Shenjtë. Pak të vajosjet e frymës së Shenjtë është e kohë të vinë këtu të ndajmë fjalën e Zotit, sepse e bëjmë çorb fare. Kështu që prandaj jemi të sigurt që mund edhe të gabojmë. Unë jam direkt tani për shembull, edhe mund të gaboj, mund dalin ai fjalë, por të paktën fryma e Shenjtë më bind dhe unë e korrigjoj, nuk e kam për ofendim. Të them që gabova, të kërkoj falje. Nuk ekziston kjo gjë, kjo jeta ime, kështu që duhet ta bëjmë, sepse më kujtohet një pastor
nuk e maj mend tani nga ishte, po erdhi këtu në Rom, dhe tha, pastori mirë, bariu mirë, tha, është ai tha që ka lapsi me gomë mrapa. Nëse lapsi nuk është me gomë mrapa, do të thotë që kej pastor ka diçka që nuk shkon. Pse? Sepse të gjithë ne gabojmë. Nuk mund t'i japim tot interpretimi 1000% ashtu si që do Perëndia. Asnjëherë. Kështu që del dikush tjetër, ka marrë një zbulesë tjetër, në një mënyrë tjetër interpretimi, e shikon nga një kënd vështrim tjetër, edhe jep atë interpretim akoma më të saktë. Edhe kështu që unë pastaj jam i detyruar ta kanceloj. Po gjithë ne duhet kemi lapsin me goma mrapa, që ta fshim gjithçka gabimet. Edhe mos ta kemi për ulje, që me thonë gabova, sepse gjithë gabojnë. Vetëm një e kishte lapsin pa gomë. Ai ishte Jezusi, Krishti. Ne i kemi me gomë mrapa gjithë lapsët. Okej, kështu që ne gabojmë, jemi njerëz. Po tani edhe kjo temë është shumë e rëndësishme, shumë e thellë, edhe kjo jam i sigurt, po më shumë do fokusohem ke gjaku Krishtit, sepse ajo që na intereson është ajo. Po si përfundim do arrim pak të bëjmë edhe të dallimi. Po japim misardhës frymës shenjtë, lutemi edhe të na udhëheqë Zoti vet. Aleluja, Perëndi, nga ku jemi këtu si gjithmonë, Zoti i madh, Perëndi plot fuqishëm. Të falenderoj atë Perëndi qiellit e tokës, Perëndi univers, ti që unë mbi fram. Ti o Zot që po na zbulohesh dita ditës, ato sytë tuaj që janë drejt nesh, e djathta jote e fuqishme që është vetë Krishti, na mbulon për ditë. Fryma jote o Zot na mbush për ditë. Po, Zot i madh, sepse ne ishim o Zot të ndarë nga ty, ishim larg teje, ishim të njullosur, të zhyrë në mëkate. Erdhëm o Zot i madh nga një kënet moçali të zhyrë, për në ti na more, na modelove, e na formove, e na pikturove, e po na mbush me hirin të mrekullueshëm dita ditës. Kemi nevojë për ty, fryma e shenjtë për ditë. Kemi nevojë fryma e shenjtë në çdo çast, kemi nevojë fryma e shenjtë në çdo minutë. Ku të shkojmë larg teje? Lutemi në emër të Krishtit Jezus, Perëndi plot fuqishëm, që vajosja jote, Zot, të zbresë mbi mua, mbi gjithë vëllezërit dhe motrat që po dëgjojnë, Zot i madh. Një vajosje speciale, madje lutem që ky mesazh, këtë fjalë të shoqërohet me një prekje të fuqishme nga ana e frymës shenjtë. Manifesto zjarro, Perëndi plot fuqishëm, gjatë dëgjimit të fjalës tënde, o Zot. Jo vetëm në këtë fjalë që unë po flas, por kushdo që e predikon fjalën tënde, o Zot, shoqëroje me flak, shoqëroje me mrekulli, shoqëroje me shërime, shoqëroje me çlirime, o Zot i madh, o Perëndi. Të falenderojmë, o Perëndi plot fuqishëm, shkatrosh çdo lloj influencë negative nga jeta ime, nga jeta të gjithëve neve. Na mbulo, Zot, me hijen tënde, me dorën tënde, na udhëhiq fryma e shenjtë në këtë mesazh, lutem të jap mirëseardhjen. Të jap mirëseardhjen në emër të Krishtit Jezus, që bekuq qoftë gjithë jetën e vet. Amen. Okej. Gjaku i Jezusit. Gjithë dim që gjaku, aty ku është gjaku i Jezusit, aty është fryma e shenjtë. Dhe ku është fryma e shenjtë, siç e dim, aty ka vetëm çlirim dhe fitore. Sepse siç e dim, djalli nuk mund ta kaloj dot kurrë linjën e gjakut të Krishtit. Vetmja gjë që djalli s'mund të bëjë, nuk e kalon dot linjën, është një linjë, që është ngjyros me gjakun e Krishtit. Kushdo që e ka pranuar Krishtin pranë jetën e vet, ka formuar këtë linjë, ka formuar pra një mur flake, një mur pra të aplikuar me gjakun e Krishtit, dhe djalli nuk e kalon dot. Kjo sepse ka një fuqi të tmerrshme pra dhe të mrekullueshme dhe gjallëruese në gjakun e kryqit. Amen. Pra secili nga ne duhet ta realizoj këtë çlirim. Secili nga ne duhet ta realizoj këtë shpengim, si mund ta quajmë, kaq të madh, sepse Krishti fitoi pra me gjakun e vet. Ai na fitoi me gjakun e vet. Amen. Ke Isaia 43, marrë ca vargje e përpara në dhjetën e vjetër, pastaj kthehemi ke reja. Ke Isaia 43, vargu parë thot: Por tani kështu thot Zoti, që të ka krijuar, o Jakob, që të ka formuar, o Izrael,
mos ki frikë, sepse unë të kam çliruar, pra të kam shpenguar. Nuk thot ndoshta po ndoshta jo, unë të kam çliruar. Të kam thirrur me emër. Ti më përket mua. Pra, e bukur kjo. Ti më përket mua, thot Zoti. Pse e thot këtë? E thot sepse dikur ne i përkiqim djallit, i përkiqim botës. Tani erdhi Jezusi, me gjakun e vet, na çliroi, na shpengoi, na çoi ke Perëndia dhe tash nuk i përkasim më djallit, por ne i përkasim Jezusit. Nuk i përkasim më armikut, sepse ishim pranë të armikut, por tani i përkasim birit të Perëndisë që na çliroi. Edhe ke Jeremia 15, vargu 20, lexojmë. Unë do të të jap për këtë popull një mur të fortë prej bronzi. Do të luftojnë kundër teje, por nuk do të mund të fitojnë kundër teje, sepse unë do jem me ty për të shpëtuar dhe për të çliruar, thot Zoti. Pra edhe herë, ky varg konfirmon edhe një herë pra, që djalli, Satani, nuk ka asnjë të drejtë mbi ne. E ka humbë të drejtën, ka humbë autoritetin, ka humbë fuqinë, ka humbë çdo gjë. Sepse ne jemi shpenguar fal gjakut kryqit. Amen. Edhe ke Osea 13, vargu 14 thot, unë do t'i shpengoj nga pushteti i Sheolit. Halleluja. Do t'i shpëtoj nga vdekja. Amen. O vdekje, unë do t'i jem murtaja jote. O Sheol, unë do t'jem shkatrim yt. Pendimi është fshehur nga sytë e mi. Pra këtu shikojmë që as varri nuk mund në mbaj dot. Halleluja. As varri s'mund të mbaj dot. Por na duhet që të kuptojmë këtë fuqi të gjakut, pra këtë fuqi të çlirimi, sepse siç e dimë gjaku i Jezusit është derdhur për ne, nuk është derdhur për engjëjt. Është derdhur për gjithë ne. Po për fat keq, jo të gjithë e marrin, jo të gjithë e pranojnë. Po ai që është derdhur për ne është gjaku i Jezusit, dhe ja pse asnjëri, as djalli vet, nuk ka asnjë të drejtë që të na preki. Por vetëm Jezusi ka këtë drejtë, sepse ai është shpenguesi jon i madh. Dhe fal kësaj shpengimi, ne i përkasim pra dhe jemi bi të Perëndisë, jemi bi të plot fuqishmit. Pra duhet dim diçka të rëndësishme. Gjaku i Jezusit nuk rrjedh. Edhe këtë duhet të kuptojmë, sepse ne kujtojmë tani që Jezusi, duke ditur që fara që zbriti nga qielli dhe nuk ishte e Jozefit, po zbriti nga qielli me anë frymës së shenjtë, okay? Dhe kjo fara që lexojmë që Zanafilla 3:15, siç e dim pra që kjo fara do vinte nga qielli, do zbriste në barkun e Marias, okay? Dhe kjo fara ishte përfshihet gjithçka, dihet, edhe gjaku vet. Po këtë e dini, kështu që gjaku nuk vjen nga nëna. Edhe një fëmijë ku lind këtu për shembull, në natyrore, nga një çift natyror, nuk vjen gjaku nga nëna. Çdo gjë fillon nga fara. Që ta dinte. Kështu që gjaku i Jezusit nuk rrjedh ose nuk bëron nga nëna e tij Maria. Okay? Nuk ekziston asgjë. Marrni mend, nuk ekziston asgjë si ringjizje pa mëkat, siç flitet. Vatikani ka konfirmuar këtë, e ka konsideruar Marian të pa mëkat. Okay, dhe do shikojmë si lindi Jezusi pa mëkat, nga që Maria ishte e pa mëkat apo ka diçka tjetër. Kështu që prandaj, për sa i përket gjakut të Jezusit, nuk rrjedh, nuk bëron nga nëna e tij Maria. Kur flasim për Jezusin, flasim për nënën e tij Maria. Kur flasim për Krishtin, është vetë Zoti Perëndia. Marrni mend. Krishti është ai që erdhi, fryma, fara, me anë të frymës së shenjtë, pra ishte vetë Perëndia, ishte Ati vet. Sepse ke Isaia 9 thotë që ai që erdhi, ai ishte Perëndi i fuqishëm. Ai ishte vetë Ati i përjetshëm, është Ati vet.
Zbriti nga prania e Atit. E di që Triniteti është shumë e vështirë ta ne kuptojmë, ne besimtarët e krishterë, ne që kemi marrë këtë vajosje, ne dimë sepse ka dalë nga e njëjta prani. Ka dalë nga e njëjta, është lloj sikur e djathta ime, të vi dhe të duplikohet dhe të vi në një vend tjetër. Unë kam fuqi ta bëj këtë gjë. Se fakt në Bibël shikojmë se si Jezusi është e djathta e Perëndis. Do thotë që djathta e Perëndis, do thotë është vetë e Perëndis, kështu që nuk mund ta përjashtosh këtë gjë. Po nuk du të flas për Trinitetin sepse siç e dim, nuk mund të japim edhe ne një shpjegim aq 100%, po e kuptojmë që është e njëjta prani. Ati, e njëjta prani, nga Ati ka dalë dhe Krishti, e njëjta prani ka dalë dhe fryma e Atit vetë, që është fryma e Shejt. Kështu që janë nga e njëjta prani, janë 3 në 1, 1 në 3. Siç dhe jemi ne, edhe ne jemi një, po kemi 3 elementa, kemi shpirtin, kemi frymën, kemi trupin. Kështu që prandaj gjaku i Jezusit, do shikojmë sot se si nuk rrjedh nga Maria, nuk bërën nga Maria. Kështu që nuk ekziston asgjë si ringjizje e pamokat, duke ju referuar Marias si e pamokat. Okej? Sepse Bibla thotë që të gjithë jemi mëkatar, madje jemi edhe të privuar nga lavdia e Perëndis. Të gjithë. Derisa Bibla thotë që jemi të gjithë mëkatar, do thotë që edhe Maria vetë, edhe gjaku i Marias vetë ishte mëkatare. Të gjithë. Si ke Romakët 3, po deshet, vargu 23-24, si ke Romakët prap 5, vargu 12, po edhe ke Romakët 6, vargu 23. Këtu shikojmë se si gjithë raca njerëzore ishte e mëkat. Ishte mëkatar. Këtë thotë që dhe vetë Maria kishte nevojë, ose më mirë ishte e nevojshme edhe për Marian që tu shpëtonte fal gjakut të kryqit, fal gjakut të Jezusit, jo fal gjakut vet. Okej? Kështu që edhe gjaku i Jezusit në fakt e shpëtoi Marian. Sepse edhe Maria, e pranoi dhe e konfirmoi, edhe siç e di me rrefeu me gojën e vet, ke Luka, që thot Zoti Perëndia im e shpëtimtari im. Dhe në fakt shikojmë ke verbët e apostujve se si dhe Maria u gjindë bashkë me apostujt për të marrë dhe madje pagëzimin e frymës së Shenjtë. Do thotë që edhe Maria, pse ishte nëna e trupit Krishtit, pra nëna e Jezusit, po kishte nevojë për këtë lloj procesi ringjizje dhe rilindje në frymë tani. Pra si bija e Perëndis. Dhe kjo kaloi me anë Krishtit vet. Prandaj shikojmë se pse ke Maria nuk ekziston asgjë si ringjizje pa mëkat pra, duke ju referu pra Maria si diçka e pa mëkat. Asgjë, sepse dhe vetë Maria thot ke Romakët që ishte mëkatare si ne. Të gjithë. Në fakt, ke Romakët, ja po e lexojmë. Ke Romakët 3, marrim të Romakët 3, vargu 23-24, lexojmë. Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndis. Por janë shfaqsuar falës me han të hirit e tij nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus. Edhe ke Romakët 5:12 që lexojmë. Prandaj, ashtu si me anë të një njeriu të vetëm, mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit të vdekja, do të thotë që edhe vetë Maria ishte mëkatare dhe e priste vdekja, po ashtu vdekja u shtri tek të gjithë njerëzit. Të gjithë, derisa Bibla thotë të gjithë njerëzit, do thotë që të gjithë mëkatuan. Të gjithë ishin në slavërinë e mëkatit. Sepse të gjithë mëkatuan. Pra, dhe kjo do thotë që edhe Maria ishte një mëkatare. Në fakt vetë siç thash ke Maria, pra, e quhen Jezusi shpëtitari im, se mos gaboj ke Luka kapitulli i parë, do të jetë ke vargjet 46, 47, diçka kështu. Ja po e lexojmë edhe këtë pra, për të qenë më shumë. Ke Luka 1, shkojmë ke 46, 47 lexojmë. Dhe Maria tha, shpirti im e mallëron Zotin. I jep lavdi Krishtit vetën Maria këtu. Dhe ke 47 thot, dhe fryma ime ngazllon në Perëndin, dhe e quhen Perëndi, shpëtitarin tim. Kupton pra, në fjalë që edhe Maria vetë kishte nevojë të u shpëtonte, sepse vetë Maria ishte mëkatare. Vetë Maria ishte mëkatare. Pra gjaku i Maris ishte e ndotur, ashtu si është i joni sot. Dhe për këtë gjaku i Jezusit erdhi direkt nga Perëndia.
Okay? Nga i plot fuqishme. Dhe këte fakt po të lexojmë ke Hebrejt, hajde se po e lexojmë dhe këte, shkojmë ke Hebrejt 10, lexojmë nga vargu 5 deri ke 7. Prandaj thot, duke hyrë në botë, jo duke lindë, hyri, erdhi me fjalë. Kush erdhi? Krishti, fara, fjala, vetë Perëndia, zbriti e u bë njeri. Okay? Duke hyrë në botë, ai thot, ti nuk deshe as flijim, as mblak, thotu. Por bëre, kemi kërnej, por bëre gati për mua një trup. Kush e bëri gati? Kujt po i thotu? Kemi kujdes. Ktu pra, Jezusi po i thot Perëndis, që ti thot më bëre gati, thot, për mua një trup. Shikon që edhe trupi tani ishte i përgatitur nga Perëndia, sepse te fara që të zbriste me anë frymës shenjtë, ishte edhe ky trup, dhe ke ky trup ishte gjaku. Se nuk ka trup pa gjak. Okej? Po lexoj edhe herë. Po bëre gati për mu një trup. Pra Jezusi këtu i thot Atit, okej, që ti nuk besh as flijim as jo. Por bëre gati për mu një trup. Ti nuk pëlqeva as holokaust as flijime për mëkati, thot. Atëherë unë thash, Krishti këtu tani, ja, unë po vi, jo po lind, unë po vi, në rrotullin e librit të shkruar për mua, për të bërë, o Perëndi, vullnetin tënd. Unë po vi. Përgatite një trup, Perëndia përgatiti, sepse e kishte bërë gati ke fara, dhe erdhi, jo, nuk lindi, po thot, unë do vi. Okay? Si që dim, lindi, po lindi trupi i Jezusi, po këtu është Krishti që po flet. Dhe po i thot që unë do vi, unë do hy në këtë botë, por në procesin e lindjes si një fëmijë natyror, pra sepse ky ishte plani i Perëndis. Por trupin e kishte përgatit Perëndia. Dhe ky trup ishte gjaku. Pra ashtu si gjaku i Adamit parë, siç e dim, nga erdhi gjaku i Adamit parë. Kush e formoi? E lindi njeri? E lindi baba? E lindi nana? Jo. Adami parë s'kishte as bab, as nanë. Atëherë nga erdhi? Nga Perëndia. Kështu që ashtu si gjaku i Adamit parë u kriju nga Perëndia, po ashtu dhe gjaku i Adamit të dytë, që është Krishti, erdhi direkt nga Perëndia. Okej, kështu që Jezusi është fara e gruas, pra atë që lexojmë tek Zanafilla 3:15, ku erdhi me anë kujt? Siç e dim, erdhi me anë fuqisë frymës shenjtë, tek barku i Marias Virgjës, sepse procesi i lindjes së një fëmijë detyrimisht do të kalonte nga një njeri. Okej, ama gjithçka ishte përgatit nga Perëndia. Gjithçka u përfshinte ke fara. Gjithçka ishte në farë përfshirë dhe gjaku. Jo vetëm trupi, po dhe gjaku, po dihet. Okej, si që pra, e lexuam pra, që erdhi dhe lindi, që e lexojmë ke Luka, jo vetëm ke Luka, po dhe ke Luka 1:35, më duket se është. Pra Maria, shikojmë, këtë gjithë, si që lexuam ke Romakët, ishte mëkatare. Po atëherë pyetja është, si erdhi Jezusi që lindi i pa mëkat nga një mëkatare? Ajo që ishte e pastër te Maria, nuk ishte gjaku Marias, nuk ishte vetë Maria, ishte barku i Marias. Barku i Marias nuk kishte kontakt me botën, ishte virgjë, e pastër. Pastër, pa asnjë kontakti me botën. Okej? Kështu që barku i saj ishte i virgjë. Në fakt, fara, që është Krishti, erdhi direkt në barkun e të Virgjës Mari, ku dhe lindi Jezusi pa mëkat. Ja pse lindi Jezusi pa mëkat? Lindi sepse fara erdhi nga qielli. Erdhi nga shejtëria sipër dhe erdhi në një bark të paprekur, pa pasur kontakt me botën, e virgjë. Dhe prandaj ky ishte motivi pse Jezusi lindi pa mëkat, se po të kishte influencë gjaku Marias në trupin e Krishtit, Krishti do linte mëkatar. E duke qenë mëkatar, ai s'kishte asnjë fuqi që të na shpëtonte neve. Po duke qenë që ky gjak, ky far zbriti nga qielli në një bark
virgjër, që s'kishte të bënte kontakt me tokën, aty pra ky erdhi dhe lindi i pa prek. Lindi pra pa pas kontakt ose ndotje me botën. Prandaj Adami i parë nuk kishte as nën, siç e dim. Po as Krishti, jo Jezusi, Jezusi kishte nën. Krishti është fara që zbriti. Krishti është vetë fjala, Krishti është vetë Perëndia. Krishti nuk ka nën, Perëndia nuk ka nën. Okej, kështu që Adami i parë s'kishte nën. Po as Krishti, as Adami i fundit nuk kishte nën. Okej, sepse ai që lindi nga Maria ishte Jezusi, trupi natyror i Krishtit. Pra, trupi natyror i krijuesit. Trupi natyror i Perëndisë. Pra, jo Krishti vetë, po trupi i Krishtit lindi nga Maria. Sepse Krishti ishte dhe është i përjetshëm, fara që zbriti fal frymës shenjtë në bargun e Marias. Dhe Jezusi lindi i pamëkat nga bargu i Marias dhe gjaku ishte te fara e jo te Maria. Ashtu si gjaku jon varet nga fara e jo nga gjaku i nënës sonë. Në fakt po të shikosh nënën time, që sa shmo po ka ik, nuk ishte të bonde fare me grupin e gjakut që kam unë. Kështu që ndryshojnë komplet. Paktën kjo e para gjë që mund ta shikojmë nga shkenca. Po edhe pse shikojmë qartë që edhe sot, pra, siç jo vetëm unë, por janë shumë ato që nuk kanë bëj fare pra me gjakun e nënës vet. Pra sepse çdo gjë nuk varet nga nëna, nuk varet nga gjaku i nënës, por varet nga fara mashkullore. Okej, shikojmë pra gjëra shumë magjepse kur lexojmë për shembull gjenealogjit. Po shikojmë gjenealogjit e dhjetës së vjetër, shikojmë që Bathsheba, siç e dim, që u bë gruaja e Davidit, pati 2 fëmijë. Okej, Salomonin dhe Natan. Tek libri i Jeremias, se mos gaboj, kemi ke Jeremia 22. Jeremia kapitulli 22 do të jetë nga vargu 24 deri në fund, deri nga vargu 30, se 30 vargje duket se ka Jeremia 22, po ke Jeremia 22 nga 24 deri nga 30, shikojmë që pasardhja ose linja e Salomonit u mallkua për shkak të mëkatit të madh. Sa i bëri mëkate shumë të mëdha. Siç e dim, Salomoni, aq sa si përfundim, madje braktisi dhe çdo gjë, u puq me lujtarin, me të edhe arkën, sepse aq mëkat më bëri sa që edhe arkën e Besnillit, siç e dim dhe sot e kësaj dite, që nuk është gjimt, ai e çoi ke nga kishte nusur nga Etiopia, pra flitet që e ka çuar atje, kështu që mëkati i Salomonit përveç konkubinave dhe grave që kishte gati 1000, siç e dim, po i bori këtë tjetër që u rrëzu në ill ujtari, po si përfundim edhe arkën që ishte që përfaqësonte, më themi, praninë e Perëndisë vet, edhe atë bëri që e çoi hoqi nga Izraeli dhe prandaj linja e Salomonit, pra kjo pasardhje u mallkua nga Perëndia dhe këtë lexojmë ke Jeremia 22, vargjet do të jenë nga 24 deri ke 30. Mani mente dhe mos harroni. Pra, u mallkua. Okej, kurse se po të shikojmë për shembull Natan, kjo linjë u bekua. Pra, linja e Salomonit u mallkua, kurse linja e Natan u bekua. Fakt, gjenealogjia e Salomonit lexohet tek Mateu, kurse gjenealogjia e Natan e shikojmë te Luka, ja pse kemi problem me gjenealogjit. Prandaj do të kemi kujdes të flasim për gjenealogjit. Kujdes pra të merrem me gjenealogjit. Ti lej më njanë gjenealogjit se është shumë e thellë. Është shumë e thellë dhe krijon konfuzion pastaj dhe bën probleme. Edhe fakt Bibla na ndalon rrepsisht që mos merrem me gjenealogjit. Ato që merren me gjenealogjit do të kenë probleme të tjera siç duhet. Prandaj kur Bibla thotë mos u merrni shumë, se janë shumë gjëra si kuptojmë, janë shumë emra që kanë ndryshuar, por do të dim që ajo gjenealogjia e Salomonit e kemi lexohet tek Mateu, kurse gjenealogjia e Natan, pra vllai vet i Salomonit, e shikojmë te ai Lukos. Ajo e Salomonit përfundon me Jozefit, kurse ajo e Natan përfundon me Maria. Edhe pse në fakt aty përmendet emri Jozefit, këto dy gjenealogjit. Po faktikisht ajo ke Luka është gjenealogjia pra e Marias. Pra përfundon me Jozefin, por faktikisht
Pse kam vënë Jozefin dhe s'kam vënë Marien? Sepse, siç e dim, kultura hebraike nuk e lejonte kurrë një grua që të merrte pjesë në gjenealogjit. Detyrimisht do të fuste burri. Edhe pse ishte e Marias si gjenealogji, po shkruajt Jozefi aty. Pse? Thjesht që mos shkruhet Maria. Pa mos shkruan gratë në gjenealogji se nuk e pranonte e kultura hebraike këtë gjë. Okej, po faktikisht do të shkruante Maria, sepse është gjenealogjia e Marias. Okej? Prandaj, siç thash edhe herë, ajo Solomonit përfundon me Jozefin, kurse ajo Natanit përfundon me Marinë, edhe pse në fakt aty përmendet, siç thash, emri Jozefit, për faktin që burrat pra kanë autoritetin gjithmonë mbi gratë, por edhe vetë kultura asaj kohe, siç thash pra, e kërkonte pra këtë gjë, sepse ishte një, si mu themi, një ulje që gratë të urrallitnin pra para burrëve. Po për shkak të mëkatit të tepruar, atë mallkimit pra që flitet e librit Jeremias, lija e Salomonit u gjykua, dhe kështu Jezusi nuk mund të vinte nga sterpa ose nga përbrendshma, si mu themi, e lijës së Salomonit. Pra në qoftë se Salomoni do të ishte për shembull stërgjyshi i ligjshëm i Mesis, atëherë Jozefi do të konsiderohej si ati i vërtet. Okej? Por nuk mund të ishte ai ati i Jezusit, sepse siç e di pra, jo nga fara e njeriut do të vinte Maria, por do të vinte nga gruaja. Okej? Ajo farë. Dhe këtë lexojmë të Zënafillet, që nga 3 3-5 dhe jap se Perëndia u mishrua. Perëndia është vetë Perëndi. Krishti ishte vetë Perëndi. Erdhi dhe u mishrua në barkun e Marisë Virgjë, me anë kujt? Me anë të frymës shenjtë. Dhe fakt që lexojmë ke Luka 1:35, dhe i shenjtë që do të lind, do të quhet biri i Perëndis, jo biri i Marisë, jo biri i Jozefit, po biri i Perëndis. Jezusi u mëshirua në barkun e Marisë, pra që ishte e pa ndotur dhe nuk ishte shkuar me një burr Maria. Kjo e kualifikoi Jezusin që lindi i pa mëkat. Po jo pse Maria ishte pa mëkat. Jo pse gjaku Marias ishte i pa mëkat. Jo, Maria ishte mëkatare. Gjaku Marias ishte mëkatare. Po motivi pse Krishti lindi sepse lindi një bark që s'kishte të bënte fare, sepse fara erdhi nga qielli. Dhe s'kishte të bënte fare me përjardhjen e botës. Prandaj Jezusi thot unë erdha. Okej? Pra pastrimi i Marisë bazohet vetëm tek barku i saj, pra nga virgjëria, po jo nga vetë ajo apo nga gjaku i saj, sepse edhe Maria ishte një mëkatare si gjithë ne. Ja pse Bibla thot që Krishti ishte i pamëkat. Për këtë arsye, sepse përjardhja e Krishtit vinte nga qielli. Dhe trupi i tij natyror u ringjis të barkun, por ishte përgatit nga Perëndia kjo farë. Ama mori procesin e një lindje si ne, sepse do të vinte si ne. Do të përjetonte një gjë që përjeton ne. Në fakt ai, kur Jezusi erdhi e la formën e vet ynore, Jezusi ju nënshtrua për kufizimave si ne në këtë botë. Okej? Ju nështrua këtyre për kufizime, pra përjetoj të njëjtën vujtje, të njëjtët emocione si ne. U përjetu me ujtin, me etjen, me urin, me lodhjen, me emocionet, me shumë gjëra. Okej? Diçka që kur ishte si frym, këto gjëra nuk ishin pjesë e Perëndisë. Perëndia nuk ka nevojë as për ushqimin natyror, as për ujin natyror, as nuk lodhet, as nuk ashtu. Janë shumë gjëra pra. Si edhe vetë lutja që e bëri jetën e vetë jetë lutje, ishte gjithçka sepse ai u bë një si ne. Okej, mori pra formë njerëzore. Po erdhi pra në këtë bark të paprekur nga bota, por nga një bark të pastër, pra, në fakt siç e dim ke Isaia 9, kemi kap shumë herë këtë Isaia 9 barku 5 thot, sepse na ka lindur thot ky trupi që është Jezusi. Ama një djalë që është Krishti na është dhënë. Ja pse Jezusi u dha nga qielli, e pruni qiellin në tokë. Okej? Kështu që fëmia që ka lindur është trupi natyror i Perëndis, pra Jezusi. Por djali që na u dha thotu nga qielli, pra që zbriti nga qielli është fara e gruas, është Krishti vet. Është kjo fjala që erdhi u bë mish, është pra Krishti, fryma. Pra është biri i Perëndis që erdhi për të kryer veprën në kryqin e Kalvarit. Amen. Kështu që po të shikojmë për shembull, ne shikojmë edhe për shembull
e kanë zgjedhur Marinë për shembull, e kanë bërë mbretëreshën e qiellit. Po a keni parë ju në këtë botë për shembull që në një monarki, pra, në një vend ku ka mbret, të votohet për mbretin, nuk votohesh, nuk mund të votojë njëri për mbretin. Është mbreti ai që e zgjedh pasardhësit e vet. Nuk ka voto. Kështu që prandaj nuk mund ne të votojmë për Marinë ta bëjmë mbretëresh apo mbret. Është vetë Perëndia ai që i zgjedh. E na ka zgjedhë neve. Nuk është vetëm Maria. Maria është e lumë. Maria është e bekuar. Maria është e shenjtë. Okej. Maria është, si mund themi, si ne, sepse derisa Jezusi është mbret i mbretëve, edhe ne jemi mbret. Edhe Maria është mbret. Do jetë një ditë kur të ketë trupin, kur të jemi ne. Po nuk është ne mund të allurojmë një person. Allurimet, falenderimet, lavdet i shkojnë vetëm Perëndis. Kështu që të nderosh një person nuk ka asgjë të keqe. Edhe ne nderojmë Marinë. Ne s'kemi gjë me Marinë. Maria bëri atë që duhet bënte. Madje ne duhet marrim edhe vetë katolikët, duhet marrim shembull nga Maria. Sepse Maria ju bind fjalës e Zotit. Po ju bindin fjalës e Zotit. Maria i mori fjalët e Krishtit i rryti, po ti po i rrun. Maria shkoi edhe ke kryqi, sepse shkoi si ishte biri vetë, nuk themi, okay. Po shkoi sepse e pranoi si përfundim. Dhe shikojmë se si ajo pranoi. E quajti shpëtimtar. Mori edhe vajosën frymës shenjtë me veprat e apostujve. Pra janë shumë gjëra që nuk kanë bëj fare me Marinë, edhe në fakt po fliça me motrën, një motrë më mirë nuk po të zjarr emra këtu. Shumë vite përpara, po ka një 20 vite kjo, po shikosha një program, edhe kishin ftuar një doktor. Edhe ky po thonte, nga që ishte shumë divorce në Amerikë për shembull në atë kohë, akoma sot në gjithë botën, po pipa ujë. Po fliste, ky doktori po thonte se si sa rëndësishëm ishte prania e një prindri, një ati pra të natyror në shtëpi. Qa efekti bënte prania e atit në shtëpi për fëmijët. Në fakt dhe i thonë të këte, që prania e atit në shtëpi i bën fëmijët më të gjallëruar dhe më të fortë. Si? Sepse në momenti që një prind pra ati, pra baba, ati, baba, si mund të quajmë, babi, i themi ne, okay, e prek një fëmijë mashkull me dorë, i rrin afër një fëmijë mashkulli, pra fëmijës vet mashkull, ati i dërgon këtij fëmijës mashkull qeliza mashkullore, dhe ky fëmijë mashkull bëhet më mashkull. Me kuptimin bëhet më purë, më origjinal, më i fortë. Kurse fëmijës femre, gjithmonë ati, kur prekte që u merrte me fëmijën pra, që ishte në prani aty dhe u merrte me fëmijën femër, i lëshonte kësaj femre qelizat femërore dhe u bënte femra akoma më femër. Pra akoma më fort. Kurse nëna thonte, kur prek fëmijën mashkull, i dërgoka qeliza femërore fëmijës mashkull, kurse femrës i dërgoka qeliza mashkullore fëmijës femër. Imagjinoj tani, nëna pra çfarë bën? I çon qeliza mashkullore femrës. Pra e çorienton, nuk e bën femër siç duhet. Kurse i dërgon qeliza femërore mashkullit. E bën pra, si mu themi çun mamaja ne i themi. Pra nuk është tamam burr, nuk është tamam djalë siç duhet. Kurse prania e babës ishte pra ajo që i lëshonte këto qeliza të duhura fëmijës, si mashkullit dhe si femër, kurse nëna të kundërtën. Edhe momenti që unë për dëgjosha, frymëshet tamam tani si frymor që isha në atë kohë pak, edhe kisha mendjen aty, frymëshet që tha. Atëherë thash unë, nuk mund të thrasim o nëna Mari, o Shën Mari në qiell, sepse po të thrasim o nëna Mari, o Shën Mari, na vikin qelizat kundërta. Në fakt, kushdo që thret atë emër, nuk është biblike, edhe me shumë mundësi mund na vinë qelizat e kundërt që janë demonat, që janë frymët e ndyra. Ama kur thrasim o atë,
do të thotë që kemi besu ke Jezus dhe ke frymën e shenjtë, atëherë na vjen qelizat e dura që është pra kjo e frymës së shenjtë, që na bën frymën e shenjtë, atë që ne kemi nevojë. Ja pse nuk mund të thrasim o nën ose Shon Maria ose Madonna në qiell. Po ta thrasim o atë, o Perëndi i qiellit, atëherë vjen qelizat e dura, atëherë zbret vajose e frymës së shenjtë. Prandaj janë shumë gjëra që ne do të kemi kujdes. Kështu që prandaj Bibla është shumë e qartë. Edhe këtu tani pam pra se si gjaku Marias nuk ka të bëjë fare me gjakun e Jezusit, sepse gjaku i Jezusit ishte kifara, zbriti pra. Edhe si përfundim ne do të dimi diçka. Jezusi, pra flasim për trupin tani, kur flasim për Jezu, kur flasim për trupin e Krishtit. Te trup që e mori pra nga Maria. Jezus e mori nga Maria në kuptimin e procesit, sepse siç e pam pra që Jezusi vetë tha që ti ke përgatit një trup, me fjalë e kishte përgatit Perëndia ke fara këtë trup. Po u kërkonte ky procesi i lindjes natyrore dhe detyrimisht e fruti pra siç e dim e erdhi Mant Marias. Kështu që si përfundim çfarë shikojmë? Edhe sikur tani ky trup të ishte i Marias, okay? E mori nga Maria, nuk mund të themi asgjë, por trupi ishte përgatit nga Perëndia, okay? Po edhe sikur Jezusi ishte biri i Marias për 33 vjet. Momenti që vdiq dhe u ringjall, trupin e Krishtit, trupi i Krishtit nuk ishte më nga Maria, po ishte nga Perëndia, sepse ringjalli Perëndia dhe Allah Perëndia trup që ka sot. Dhe ai është një trup i lavdishëm. Pse? Sepse Krishti duke qenë shëmbëllimi perfekt i lavdis Perëndis, bëri që ky shëmbëllim perfekt që ishte vetë, bëri që i trupi vdekshëm që e mori nga Maria ta transformoi në të pavdekshëm. Po e njëjta gjë do ndodhi edhe me ne, sepse ky shëmbëllim perfekt i përsosur i lavdis Perëndis, që është Krishti vetë, që është brenda nesh, do bëjë që këto trupa të vdekur që kemi ne, një ditë do të marrin të pavdekshëm. Në fakt kur të vi rrëmbimi i kishës, për shembull, trupat tanë nuk është që do rrinë tu, po do transformohen nga të vdekur në të pavdekur. Fal kujt? Fal fuqisë frymës së shenjtë që është brenda nesh. Kështu që prandaj Jezusi, trupi që ka sot, nuk e ka më nga Maria. Edhe sot. Kështu që ne sot do të mbyllim gojen që të themi Jezusi i djali Maria. Jo. Nuk është më. As ishte fare se erdhi nga qielli siç e pam, okay? Po dhe sot që nuk ekziston që ti të thush sot djali i Marias, sepse ai është djali i Perëndis, biri i Perëndis. Pse? Atë trup që ka sot e ka të lavdishëm, nuk e ka nga Maria. Ne që kemi sot këtë trup, nuk e kemi nga Perëndia. E kemi nga baba, nga nona. Ama një ditë do marrit lavdishëm e nuk do jemi më bitë e nonës apo të babës tonë qiell, po do jemi bitë e Perëndis. Dhe Jezusi është biri i Perëndis, nuk është më biri i Marisë, sepse ka trup lavdishëm, nuk ka trup nga Maria. Prandaj janë shumë gjëra që duhet i dallojmë këto gjëra, duhet i kuptojmë. Ke një dy kemi, po çfarë thot ke romakët? Romakët 8 thotë që mendja natyrore të çon nga këto gjëra. Po kush e shtyn mendja natyrore të mendoj kështu? Djalli. Mishi është kundër frymës. Mendja natyrore, gjithë ato që nuk janë frymor, gjithë ato që nuk janë në vajosin e frymës së shenjtë, Maria, i Shenjti, Padre Pio, Vatikani, gjithë to shkojnë ma duke ndjek dogma që janë thjesht, që janë bindur nga njerëzit. Po ato që janë në vajosin e frymës së shenjtë, rrin ke doktrina. Rrin ke mësimi i vërtet, i pastorit, i bariut madh që është Krishti, që është Bibla vetë. Prandaj kemi kujdes to, se kemi edhe këto probleme me mendje, po du dimi diçka që po të më pëlqen ajo, se mos gaboj. Shkoj pak merri tani, Ke Hebrejt 7 flet për Melkisedekun. Edhe ke Zanafilla 14, ku takoi Abrahamin, siç e dim pra, që i çoi bukë dhe verë që siç e dim është diçka që simbolizon darkën e Krishtit pra, dhe kuptohet se kush ishte Melkisedeku, okay? Po këtu e konfirmon ke Hebrejt 7 se thot vargu 3. Për Melkisedeku thot pat. Jezusi kush ishte? Çfarë thot ke Hebrejt, ke Isaia 9 vargu 5? Ati për Jesh, ai është vetë ati. Nuk ka krijues tjetër Krishti. Nuk ka atë tjetër Krishti. Ku erdhi në formën njerëzore, atëherë u bë bir, sepse më përpara Krishti nuk ishte biri. Ishte fjala.
Ishte Krishti, ishte Perëndia vetë. Po ku erdhi në mënyrën se si erdhi, e di gjithë tani se s'do të flas, dhe erdhi për të na shpenguar, aty u bë birë. Fjala u bë mish, pra vetëm kur, ose më mirë Perëndia u bë atë vetëm kur fjala erdhi dhe u bë birë, u bë mish. Po Jezusi ke Isaia 9 thotë që ai vetë është ati, se thotë ati i përjetshëm. Vetë Perëndia, sepse thotë Perëndi i fuqishëm, mbreti i mbretëve, Zoti i Zotit, pra ajo është gjithçka. Kështu që prandaj shikojmë këtu. Pa atë, edhe Krishti, si frym, nuk ishte atë, ishte vetë ati. Thot për Melkisedekun këtu, thot pa nën. Edhe Krishti nuk ishte nën. Trupi i Jezusit, kur lindi Jezusi kishte nënën, por Krishti vetë në qiell nuk ka nën, nuk ka asat, sa është vetë Perëndi. Pa gjenologji, dihet. Sepse është vetë Perëndi. Është ai që të krijon. Atë si krijon asnjëri. Ai është vetë krijuesi, nuk ka gjenologji. Pa pasu as fillim ditësh, as fund jete, dihet. Tu përflet për Melkisedekun, po çfarë shëmbëllimi na jep Melkisedeku? Në fakt vazhdon ky vargu thot, por i ngjashëm me birin e Perëndis, si mbret prift, ai mbetet prift të amshim. Por i ngjashëm me birin e Perëndis, do thotë që ngjason me birin, pse? Ashtu si Melkisedeku flet këtu, që Melkisedeku këtu është një, mu themi, shëmbëltyra perfekte, me fjalë se është ky model perfekt i vetë Krishtit këtu, okay, siç e dim, po këtu dhe e konfirmon që edhe pse ky Melkisedek, që ishte vetë Perëndia për mu, pra që erdhi në formën e kësaj teofonia që quhet nga greqishtja, pra që kur Perëndia shfaqet në formë angjëlli, një trup tjetër, pra, pa erdhi në një mënyrë pra se si është një shëmbëllim perfekt i Krishtit. Dhe fakt tu thot që pa nën, pa baba gjenologji, kështu që duke qenë që i ngjashëm me birin e Perëndis, do thot që dhe biri i Perëndis nuk ka as atë, as nën, as gjenologji. Sepse Krishti vetë është ati, Krishti vetë është krijuesi, dhe s'ka se krijoi asnjëri, Krishti vetë është mbi gjithçka. Edhe këtu pra na mrekollon kjo, se si e konfirmon këtu ke gjenologjit, që janë shumë e bukur pra ti din këto gjëra. Në fakt, kur lexojmë pra në Bibël, apo në studio fara e gruas, okay, siç e dim, nuk i referohet farës së gruas me kuptimin e drejtë për drejtë, sepse siç e dim, një grua nuk ka farë, por janë burra ato që kanë, por fara e gruas i referohet asaj fare që është Krishti, pra, që Perëndia kishte profetizuar tek me anë të Mojsiut, ke zëna filla 3-5 siç e dim, që do t'u mishëronte në barkun e një personi, e një njeriu, pra një gruaje. Okej, dhe siç e dim, pra që ishte Maria, që erdhi u mishëru, pra nuk mund të ishte si më themi bir i një njeriu apo fruti farës së tij njeriu, por vetëm fryt i frymës shenjtë, fryt i Perëndis vet, fryt i qiellit dhe jo i botës. Okej, dhe në dhjetën e vjetë Perëndia kërkonte siç e dim flime kafshë. Se tani dalim çik i gjaku Jezus, se do flasim për gjakun e Jezus dhe për gjakun e Marias. Do të shpejtoj pak se edhe pse kemi pjesën tjetër. Pra, siç e dim, dhjetën e vjetë Perëndia kërkonte flime kafshës, pra derdhje gjaku. Për këtë e kërkonte pse? Sepse Perëndia ishte i shenjtë. Asnjëri në fakt nuk mund të afronte te Perëndia, pra. Okej? Pa derdhje gjaku ose altar. Se sa e lexojmë altar në dhjetën e vjetër, do thotë që një kafsh është fliuar. Pra çdo njeri në dhjetën e vjetër që u thërriste nga Perëndia, gjëja e parë që ju desh të bënte ishte se ai njeri ju desh të bënte një altar. Pra për një kujtim. Dhe Noeu kur doli nga arka, ndërtoi një altar Perëndis. Dhe sa herë pra lexojmë altar në Bibël, i referohet derdhjes gjakut. Dhe kjo sepse ai njeri e kishte kuptuar beslidhjen. Kushdo që ishte ai njeri që bënte këtë altar, kishte kuptuar beslidhjen. Por ky gjak o ky altar e shikojmë tek të gjithë patriarkët tanë, duke filluar nga Abeli i pari, siç e dim, Noeu, Abrahami, Isaku, Jakobi, Mojsiu, Davidi, e deri në ditën e ardhes Krishtit, pra që na pastroi një herë përgjithmonë me gjakun e vet. Sepse gjaku i kafshëve, gjak kafshë, siç e dim. Okej? Gjaku i kafshëve gjithmonë ishte një hije, pra simbolizonte gjakun e Krishtit. Dhe ai gjak nuk e pastronte mëkatarin. Gjaku i kafshëve nuk e pastronte, vetëm thjesht e mbulonte.
po jo pastronte. Okej, por gjaku i Jezusit jo vetëm që na mbuloi, jo vetëm na pastroi, por edhe na shpengoi një herë për gjithmonë. Edhe populli i Izraelit, për shembull, doli siç e dimë pa pasoja nga Egjipti, fal kujt? Fal gjakut që ato derdhën pra një ditë para se të dilin nga Egjipti. Dhe këtë kur e bën këtë, siç e dimë pra, zinxhirët e faraonit, pra, që janë në këtë rast më themi zinxhirët e Satanit, u shpërthyn dhe dolën të lirë drejt tokës premtuar. Pra, ku arriti te mali Sinaj në Horeb, Mojsiu ju desh pra të hypte i vetëm mbi mal, kemi kujdes. Vetëm atë, i vetëm mbi mal, sepse asnjëri nuk mund të hypte në atë mal. Ose asnjëri tjetër nuk mund të hypte me Mojsiun ke mali. Dhe mbi atë mal Perëndia i dha ligjin dhe i tha që kjo ose ky është bestidhja ime. Dhe këtë lexojmë ke Eksodi, siç e dimë, pastaj 24, Eksodi 25, kur Mojsiu zbriti nga mali, ndodhi që Perëndia urdhroi Mojsiun që të aplikonte përsëri gjakun mbi ligjin dhe mbi popullin e Izraelit që ishin gati rreth 3 milion, siç e dimë, pra në atë kohë. Pra siç tham, u vran aq shumë kafsh sa që u mbushën legena plot me gjak. Dhe gjysma tjetër e gjakut u spërkat mbi altar. Pra para se gjakut u spërkaste mbi tabernakullin, u spërkat mbi popullin e herë. Dhe vetëm atëherë ku çdo gjë u përmbush, Perëndia i tha Mojsiut që nuk ka më nevoja të ngjitesh këtu lart. Okej, sepse jam unë ai që do të zbres tani tek ju. E bukur kjo. Okej, derisa ishte lart, do të bënte, po tash i tha Zoti, e spërkatet mbi popullin? Po. E spërkatet edhe mbi tabernakull? Po. Mjaft, mos hajde ti ke unë, thot tani Zoti, po unë të shi do vi atje. Pse? Se ishte derdh gjaku. Dhe ku është gjaku, aty është prania e Zotit. Doni Zotin jetën e juaj, pranoni gjakun e Krishtit. Se për ndryshe Perëndia nuk vjen, nuk zbret. Je ti që do të fillosh ta kërkosh. Je ti do të fillosh të ngjitesh ta kërkosh. Kur e gjet, edhe e kupton, edhe e pranon gjakun, aplikon gjakun, atëherë Jezusi vjen edhe zbret ke ty. Kështu bëri dhe Perëndia me popullin e Izraelit. Sa si ishte gjaku, mori vetëm Mojsiun. Po pastaj kur i tha që lyje çik me gjak popullin, spërkati çik në tabernakull, atëherë thotë të shqetësosh nevojë të vish më këtu, do vi unë ke ty. Okej, sepse unë jam ai që të zbres tek ju, thotë. Dhe kjo pse? Fal spërkatjes gjakut, sepse ishte gjaku ai që lejoi që prania e Perëndis të zbriste në kampin ku ato ndodheshin. Dhe ishte gjaku që dërgoi si përfundim fuqinë e Perëndis në kampin e Izraelit. Amen. Pra, në Dhjetën e Vjetër ishte gjaku ai që lejoi Izraelin që të afronte me Perëndin, por siç thash më sipër që gjaku i kafshëve nuk mund të hiqte mëkatin, por ishte gjaku i Jezusit ai që e hoqi e pastroi herë për gjithmonë. Kështu që Bibla thotë që gjaku i Jezusit u derdh 7 herë derisa të përmbushe 7 spërkatjet e lebrozit që lexojmë te Levitiku 14. Po të lexojmë ke Levitiku 14, vajzat nga 4 më duket deri ke 6, ke Levitiku kemi zbulesa më të vërtet mrekullueshme të fuqisë gjakut, okay? Sepse të gjithë e dimë që lebra ishte simboli i mëkatit në Dhjetën e Vjetër. Ishte një smundje pra që u quante lebra. U boshe gjithë i bardh, si bora. Ishte një smundje e tmerrshme, që asnjë s'mund ta afronte. Edhe izoloheshin këto njerëz që kishin lebër. Kështu që ishte kjo lebra, po kjo lebra në Dhjetën e Vjetër simbolizonte, mu themi, mëkatin. Okay? Në qoftë se një lebroz u desh pastroi nga lebra, urdhërimi nga ana e Perëndis ishte që 1. Ena prej argjili. 2 zogj të gjallë. 3. Drurin e kedrit. 4. Skarlatin. 5. Hisopin. To 5 pra. Të gjithë këto ishin simbol i punës së kryer nga Jezusi në Kalvar. Shifshin pra kryqin e Jezusit në Kalvar. Pra do të merrte zogun e parë, kemi kujdes, do ta therte dhe gjaku do t'u derdhte tek ena prej argjile. Pastaj do të merrte zogun tjetër të gjallë,
drurin e kedrit, skarlati dhe hisopin për t'i zhytur brenda në gjakun e derdhur në enën e argjilës dhe prifti pastaj do të spërkaste ose do të aplikonte 7 herë tek lebrozi. Zogu i parë i flijimit simbolizonte Krishtin e flijuar në kryq. Zogu i dytë i gjallë simbolizonte ringjalljen e Krishtit. Që fluturonte që ikte. Amen. Zogu i parë simbolizonte flijimin e Krishtit. Zogu i dytë simbolizonte ringjalljen, fitoren, pra se fluturonte. Kështu që bukur kjo, druri i ketrit pra simbolizon kryqin e drurit pra të Jezusit që u varë, siç e dim. Skarlati simbolizon vuajtjet e Krishtit. Dhe hisopi simbolizonte besimin. Kështu që kur e prifti merrte të gjithë këto dhe i zhyste tek gjaku i zogut parë dhe pastaj spërkaste lebrozin 7 herë. 7 herë për të kompletuar gjakun e Jezusit që u derdh 7 herë. Po këtë dini, kur u derdh një herën e parë Jezusi u derdh gjakun e tij kur djersa u bë gjak. 2. Herë e dytë kur i shkurën mjekrën dhe e lexojmë ke Isaia 15 vargu 2. Hera e tretë kur i vendosën kurorën me gjembra në kokë, i dolën gjë. Herën e katërt kur e rrafën me kamzhik, burratat. Okej? Hera e pestë kur i gozhduan durët në kryq. Hera e gjashtë kur i gozhduan këmbët në kryq dhe hera e shtatë kur një ushtar e teshpoi me shtisë në brinj. Pra 7 herë u derdh gjak në jetën e Jezusit dhe kjo ishte për një shpëtim perfekt për ne. Dhe ky gjak erdhi nga qielli. Ky gjak ishte ke fara që quhet Krishti. Ky gjak e përgatiti Perëndia, sepse Perëndia kishte përgatit trup për ne. Ishte i pastër, ishte puro. S'kishte bënde me as me kafshën, as me gjakun e njeriut. Bibla thotë që kur lebrozi tek libri i Levitikut ishte i pastruar nga gjaku, zogu i dytë tani, që ishte gjallë, u lironte dhe e lironin të fluturonin ashtu siç ishte për lyer me gjak. Ashtu siç ishte gjithë gjaku i zogut i dytë, por ishte gjallë, e leshin, hikshin ashtu me gjithë gjak. Okej? Dhe duke fluturuar ky zog, ç'a bënte tani? Që ishte gjithë gjak, spërkaste të papastrin me gjakun që kishte ngelur tek fletët e tij. Dhe pastaj kur e prifti merrte gjakun, dhe aplikonte ose spërkaste si mund të quajmë, me këtë gjak atë që duhet pastruar nga lebra dhe e vendoste tek 1. Në skajin e veshit të djathtë. 2. Mbi gishtin e madh të dorës djathtë. 3. Mbi gishtin e madh të këmbës së djathtë. Dhe këtë e gjem ke Levitiku 14, vargjet nga 14 deri ke 17. Kështu që gjaku i Jezusit në fakt nuk na liroi vetëm nga mëkati, prandaj bëri 3 herë, por edhe na mbron nga zeri i djallit, veshi, sepse në fakt gjaku vendos tek skaj i veshit të djathtë, pra që simbolizon mendjen tonë, okay? Pastaj gjaku u vendoset te gishti i dorës, dhe kjo simbolizon veprat tona, që e kreu Jezusi në kryq, s'është për nevojë të bëjmë ne, dhe në fakt ne vetëm sa duhet të besojmë tek ajo që ai kreu në kryq dhe të lëvizim me këmbët tona që na i pastroi gjaku Krishtit. Pra, që simbolizohet si prodhim nga gjaku që u vendos te gishti i madh i këmbës. Aleluja. Pra, drejt asaj që Krishti pra kreu në kryq për ne. Kjo do thotë që Jezusi nuk na çliroi vetëm nga mëkati, por na mbrën nga zëri i djallit, por edhe nga veprat tona ose nga sforcat tona, që neve na duket sikur përhecim drejt një fitore, po është gabim. Dhe këtu na mbrëm po prap ajo. Pra të ecim drejt asaj që Krishti na komandon dhe të arrijmë në qiell me të maturuar, të kompletuar, të si mu themi, nën hirin e Krishtit. Pra, nën të vajosje, nën fuqinë e Krishtit vetë. Të bëjmë sipas asaj që Krishti na shtyn. Dhe kjo vetëm fal gjakut Jezusit. Okej? Ja pse Jobi e kuptoi këtë dhe aplikonte gjakun çdo ditë dhe për fëmijët e tij. Po do flasim rast tjetër se erdhi ora, kështu që prandaj do shikojmë prap pse Jobi e bënte këtë punë, si e kuptoi Jobi këtë gjë, dhe pse Perëndia e mbronte, sepse e dim pse e mbronte, sepse vetëm gjë që djallë dhe akoma sot demonët e ferrit nuk mund të bëjnë, nuk e kalojnë dot linjën e gjakut Krishtit. Okej, sepse është gjaku Krishtit, nuk është gjaku Marias.
o gjaku që ishte ke trupi që kishte përgatit Perëndia. Kjo fara. Dhe Perëndia është ai që bën çdo gjë. Perëndia di në esi më pra nuk më thush ti, po jo si ka mundësi, jo po se bë, sepse se beson. Po faktikisht është biblike. Se po t'ishte i kafshës, dhe po t'ishte nga njeriu, ky gjak nuk mund të bënte asgjë. Ne sot do ishim në mizerje akoma. Po duke qenë që ky gjak ishte përgatit, ky trup, dhe ky trup ishte gjaku, okay, dhe ishte përgatit nga Perëndia, erdhi pra man kësaj fare, erdhi, unë erdha, siç thon pra ke Brej 10. Në rrotull e librit është shkruar që unë do vi për të bërë vullnetin tënd, o Perëndia, erdha dhe e bëri. Okej, hajde. Ndoshta mund t'i bëj një freskim prap këtyre simboleve që preka tani, këtyre domethënieve, këtyre pikave, si janë çik të rënda, ndoshta mund t'ia shoh rast tjetër, po do flasim për pjesën e dytë, do besoj mund ta mbarojmë rast tjetër, tentën pra. Do flasim prap, okay? Edhe Zoti t'ju bekojë edhe për sot. Hajde, faleminderit si gjithmonë. Unë nuk shikoj as i koment tu, po shikoj që jam rregull, jam li paktën. Ju falenderoj si gjithmonë, Zoti t'ju bekojë, edhe takohemi ditën e ejte. Pafshim, bekime.